Ernest Muçi është padyshim një prej lojtarëve më në formë të kombëtares shqiptare, me sfushori me tipare sulmuese, numëron 10 gola dhe 3 asist në 19 ndeshje. Së fundmi është intervistuar në Turqi ku nxjerr në pas trajnerin Fatih Tekke, që është pikërisht ai që i besoi. Ndjej qartë mbështetjen e trajnerit ton Fatih dhe kjo më jep shumë besim. Falenderoj si trajnerin ton ashtu dhe klubin ton që më mbështetën, më besuan, më zgjodhen dhe më mbështetën edhe më tej. Ky besim reflektohet drejt për drejt në fushë. Jo çdo trajner u jep lojtarëve të tij këtë liri, por trajneri ynë hap hapësirë veçanërisht për lojtarët sulmues që të përdorin kreativitetin e tyre. Kjo e bën lojtarin të ndihet shumë më mirë si psikologjikisht ashtu edhe në aspektin e futbollit. Bëhesh më i guximshëm dhe më produktiv në fushë. Të qenit këtu është një mundësi e rëndësishme për mua dhe po përpiqem ta shfrytëzoj sa më shumë. Duhet ta kthesh mbështetjen që të jep klubi në mënyrën më të mirë të mundshme dhe unë po përpiqem ta bëj këtë. Për ekipet me baza të forta tifozësh, ky është një avantazh i madh. Në Trabzon njerëzit e duan dhe e mbështesin shumë ekipin. Ata e jetojnë futbollin me një pasion të jashtëzakonshëm. Ne profesionistët nuk kemi justifikime, edhe nëse marrim një rezultat të keq, duhet të luftojmë në ndeshjen tjetër. Reagimi i tifozëve vjen nga dashuria, por kur dalim në fushë duhet të japim gjithmonë më të mirën tonë, u shpreh Muçi.